Ku ishit ju në 16 qershor, kryetar, a ju kujtoni ku ishit ju personalisht? Me 16 qershor të vitin 1999 kam qenë në burg të Nishit, kam qenë i burgosur si ushtar i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, edhe atje faktikisht deri në mars të vitit 2001, prej 97 deri në vitin 2001 kam qenë i burgosur si ushtar i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. E morët vesh ju, e kuptuat ju në burg që u shlirua Kosova, apo nuk e kishit idenë? Ju thonë të drejtën, një me 10 qershor, përkatësisht me 9 qershor, 10 që në notën e 10 qershorit, kur është në shku marrëveshja Kumanovës, ne disa të burgosur kemi qenë në burgun e Lipjanit, edhe kemi ditë që po bëhet zhurmë e madhe, sepse ka pas edhe të shtëna armësh edhe granata dorësh që kanë festu faktikisht ushtarët edhe paramilitarët serb arritjen e kësaj marrëveshje. Kështu që me 10 qershor të vitit 1999 ne jemi konë të transportuar në burgun e Nishit. Dhe ju e shini që ata po festojnë, por nuk e dinit sepse, apo jo? Jo, nuk e dinim sepse, ne mendonim që po na po shkatojnë, është një se i theshin ka 10 të burgosur, me morë me qunë autobus mirë, po ne nuk e dinim që po shkojnë në autobus, sepse ishim mbyllë në qeli. Mirë, po kur dolëm në koridor dhe pom që u fotëm në autobus, pom që ato të shtëna armësh edhe janë për shkak të festës, sepse i pom që një pjesë ka qenë e dehur, një pjesë... Wow. Po më thoni që derisa që ndronit në qeli ju thënin 10 nga 10 të dinit jashtë, ju dëgjonit të shtëna armësh dhe mendonit se ato mund t'jenë si pas gjitha gjasave ekzekutimi atyre që po i nxjerrin jashtë. Që kjo ka qenë djenja që ne që kemi pas, bile në qelit tonat e dhomës, ata që dilshin veç me një farforme, e kërkonim që t'ja bonim halal shoqit për shkak se dinim që është momenti i fundit. Mirë, po megjithatë nuk doli kjo, edhe që jemi tash ku jemi. Kur e kuptua që është shliruar Kosova ju, në cilën periudhë? Pasi u transferuat në Nish, apo atje? Pasi u transferuam në Nish, në fakt në orën 15 kur në burgun qendror të Nishit, faktikisht aty ku kemi marrë një pjesë madhe dënimit, altoparlantët që ishin në Obar. Ndërsa ne ishim në qeli, në ora 3, lajmet që i dha Radio Televizioni Serbisë, RTS-i atëshëm, edhe u dëgjoshin edhe në për qeli u të dëgjoshin. Edhe kur thanë që në ora 15 lajmet qendrore të radios, e që u transmetonin në krejt oborën e këtij burgut, e morën vesh që aty tashmo sipas lajmeve që ata i RTS-i transportoi që lufta përfundoi në Kosovë dhe Serbia fitoi kundër NATO, kundër kësaj. Ndërsa e deshifruam që është një fitore madhe, një fitore jashtëzakonshme